Nga data 11 deri me 14 tetor në qytetin e Ulqinit u mbajt kongresi i parë ndërkombëtar i motrave mjekësore të institucioneve parashkollore që mblodhi rreth 150 profesionistë nga Mali i Zi dhe Serbia. Ngjarja u zhvillua me mbështetje institucionale nga Ministritë e Arsimit dhe Shëndetësisë të dy vendeve, nga Instituti i Shëndetit Publik të Malit të Zi dhe Këshilli Shëndetësor i Republikës së Serbisë, i cili e akreditoi programin si formë të detyrueshme të zhvillimit profesional për motrat mjekësore që punojnë në institucionet parashkollore. Në anën tjetër, pjesa organizative dhe financiare u mundsua kryesisht nga vetë institucionet pjesëmarrëse dhe organizatorët lokal në Ulqin. Kongresi kishte për qëllim forcimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve parashkollore dhe përmirësimin e kujdesit shëndetësor ndaj fëmijëve. Gjatë 3 ditëve të punimeve u zhvilluan trajnime dhe punëtori profesionale mbi kujdesin për fëmijët me vështirësi në zhvillim, sëmundje kronike dhe për ushqyerjen e shëndetshme. Morën pjesë ligjërues nga Podgorica dhe Beogradi, si dhe përfaqësues nga pothuajse të gjitha qytetet e Malit Zi. Një nga organizatorët kryesore në Ulqin, Elmadie Mara, i vlerësoi se interesimi për këtë kongres ishte i madh dhe se pjesëmarrësit treguan angazhim të lartë profesional. Ajo theksoi se megjithëse fondet ishin të kufizuara, aktiviteti u realizua me sukses fal përkushtimit të stafit lokal dhe mbështetjes së institucioneve pjesëmarrëse. Kongresi shërbeu për të shkëmbyer përvoja dhe për të ngritur nivelin e njohurive në fushën e kujdesit ndaj fëmijëve dhe bashkëpunimin ndërmjet institucioneve arsimore e shëndetësore. Kongresi i cili po organizohet këto ditë në qytetin tonë ka mbledhur profesionistë të fushave të ndryshme. Këtu kemi të bëjmë me profesionistë lëmisë mjekësisë, gjithsesi specialistë të fushës pediatrisë, të higjienës, po ashtu kemi të bëjmë edhe me profesionistë të fushës lëmisë arsimit dhe edukimit parashkollor. Na tregoni për sa ditë është mbajtur ky kongres dhe sa ishte edhe interesimi i vetë profesionistëve nga Ulqini? Ky kongres është mbajtur prej datës 11 deri me 14 tetor. Interesimi është shumë i madh si nga Ulqini, po ashtu edhe nga qytetet e tjera të Malit të Zi, sepse kjo bën një lidhje horizontale të shkëmbimit të eksperiencave, të punës praktike, të evidentimit të protokolleve të ndryshme. Gjithsesi këtu kemi të bëjmë me një zhvillim profesional të tërë stafit, qoftë në nivel kopshtit apo edhe një koordinim të bashkëpunimit me institucione të tjerë, qoftë shtëpisë së shëndetit, qoftë Institutit Publik për Shëndet Publik, qoftë edhe ministrive të cilat janë rresore si në Republikën e Malit të Zi, ashtu edhe në Republikën e Serbisë. Po nga kush financohet ky kongres dhe nga kush e ka mbështetjen? Kongresi tek ne financohet nga mjetet tona, për fat të keq, gjithsesi nga mjetet e institucionit ton. Kemi shumë mjetët të pakta, por gjithnjë bëjmë të pamundërën që stafi jonë, qoftë ai staf profesional, qoftë staf i profileve tjerë, siç është me këtë rast stafi profilit mjekësisë, gjithsesi infermiere, kemi bërë që të marrin pjesë të gjithë infermierët të cilat janë të angazhuara pranë institucionit tonë dhe të gjitha kanë pritur me shumë entuziazëm dhe kanë marrë pjesë aktive këto ditë në këtë konferencë, gjithsesi në kongresin e parë i cili organizohet tek ne. Sa mendoni që ndihmojnë aktivitetet apo kongreset e tilla që të profesionalizojnë edhe fushën e caktuar? Mendoj që ato kanë një peshë shumë të madhe, sepse aty përveç që shkëmbehen përvoja të natyrave të ndryshme, aty fitohen edhe njohuri të reja. Po ashtu edhe ato njohuri të cilat i kemi fituar më përpara, edhe ato plotësohen edhe me tutje. Këtu kemi të bëjmë me njohuri qoftë nga fusha e ruajtjes së shëndetit, kujdesit për shëndetit për fëmijë, pastaj nga fusha e ushqimit të shëndetshëm, pastaj kemi të bëjmë me projekte të ndryshme siç janë projekti që është i kohës i obezitetit, pastaj alergjitë të ndryshme, tipet të ndryshme të epilepsisë, pastaj të diabetit, sepse mendojmë që
Këto janë disa nga prioritetet me cilën duhet të njihet se cili staf, qofa i stafi i infermiereve, po ashtu edhe stafi i edukatorëve dhe të gjithë të punësuarve në institucionet parashkollore. Sepse pa një punë grupore, pa një bashkëpunim të mirëfillt të gjithë aktorëve të cilët janë në institucionet të cilët punojnë, nuk mund të kemi asnjë rezultat, qoftë në ruajtjen, ashtu edhe në përkushtimin dhe në mirëqenien shëndetësore të secilit fëmijë në kopsht. Kryetarja e Bashkimit të Shoqatave të Motrave Mjekësore të Serbisë, Jadranka Spasić, e cilësoi organizimin si një hap të rëndësishëm në thellimin e marrëdhënieve profesionale mes Malit të Zi dhe Serbisë. Ai u vlerësoi bashkëpunimin shumë vjeçar me koleget malazeze dhe theksoi se rezultatet e këtij kongresi tregojnë përkushtim dhe sukses në ngritjen profesionale të stafit që punon me fëmijët në institucionet parashkollore. Dobar dan, mirdit, toliko od mene. Ja sam Jadranka Spasić, predsjednica Saveza udruženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije. Nalazimo se ovdje u jednom prelepom gradu Ulcinju. Naše aktivnosti koje se odvijaju ovdje u hotelu su Međunarodni kongres koji prvi put zajednički organizuju Udruženje medicinskih sestara javnih predškolskih ustanova Crne Gore i naš Savez sestara predškolskih ustanova Srbije. Naravno, radimo sve pod pokriviteljstvom Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore, Zavoda za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstva prosvjete Srbije i Zdravstvenog savjeta Republike Srbije koji je akreditovao i odobrio ovaj program kao obavezan vid stručnog usavršavanja za medicinske sestre koje rade u vrtićima. Kongres traje 3 dana, mi smo još danas ovde, sutra se vraćamo svojim kućama sa predivnim uspomenama i imate zbilja možda jedan od najlepših starih gradova, ova vaša tvrđava može da parira svim ostalima. Radili smo edukacije, radionice, vežbe, sve ono što je neophodno da se steknu te manuelne veštine koje su neophodne sestrama u radu u vrtiću sa decom, pogotovo koje imaju smetnje u razvoju ili imaju neke hronične nezarazne bolesti, pa primaju terapiju dok su u vrtiću. Imali smo divne predavače iz Podgorice, iz Beograda, a ukupno nas ima oko 150. Oko 100 sestara je došlo sa direktorima i vaspitačima iz Beograda i Srbije, ostatak su koleginice iz Crne Gore i evo i da se zahvalimo direktorici Ulcinja, bili smo u poseti u vrtiću u Ulcinju, oni su nas onako lepo dočekali, razmenili smo iskustva, ovde ima negde oko 70 sestara iz Crne Gore, iz predškolskih ustanova, javnih predškolskih ustanova, koji prezentuju svoje iskustva ili su samo pasivni slušaoci. Tu su i Pljevlje, i Kolašin, Nikšić, obe predškolske ustanove Podgorice, Ulcinj, Bar, Cetinje, Budva, Plav, možda sam nekog zaboravila, ali uglavnom je zastupljena i Bjelopolje, cela Crna Gora i ovo jeste prvi put da zajednički organizujemo kongres, ali mi već 15 godina međusobno sarađujemo i koleginice, sestri i vaspitači prezentuje svoja iskustva kvalitetne i realne prakse na našim stručnim skupovima koji su do sad bili organizovani u Srbiji, a evo danas smo se odlučili i skupili hrabrosti, Boga mi, možemo biti prezadovoljni onim što smo postigli u ova 3 dana ovde u Ulcinju. Kongresi i parë ndërkombëtar në Ulqin u vlerësua si një ngjarje kyçe për profesionalizmin e stafit mjekësor dhe arsimor dhe për forcimin e bashkëpunimit mes Malit të Zi dhe Serbisë. Ai krijoi mundësi për shkëmbim përvojash, avancim të praktikave profesionale dhe ngritje të cilësisë së kujdesit ndaj fëmijëve, duke vendosur bazat për bashkëpunime të ardhshme në rajon.